إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë e me merit përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka ndihmëtar dhe as ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk ishte cilësi apo pushtet që i takojnë vetëm Zotit të tij. Por Allahu i lartësuar e përzgjodhi ndër njerëzit e tjerë me amanetin që i ngarkoi dhe që ishte përcjellja e mesazheve nga Zoti i tij për mbar njerëzimin. Prandaj e lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, falet, mirësitë, lavdërimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Ti bindesh Allahut të lartësuar do të thotë se je në rrugën e kënaqësisë dhe shpërblimit të tij. E në të kundërtën ta kundërshtosh atë dhe t'i bësh gjuna, atëherë e të ekspozuar veten ndaj zemërimit edhe ndështimit të tij. Një nga adhurimet e mëdha me të cilat muslimani dhe muslimania i afrohen Zotit të tyre, edhe që i shoqëron gjatë gjithë jetës apo rrugëtimit të gjithë secilit nga ne për tek Zoti i tij, është edhe kthimi tek Allahu. Ti kthehesh Allahut të lartësuar do të thotë që ti japësh përparësi kënaqësive asaj që ai do ndaj dëshirave, tekave, egos personale. Ti kthehesh Allahut të lartësuar do të thotë që edhe nëse ndodh që të bësh gjuna, me njëherë të nxitosh në pendim dhe kërkim falje tek ai. Dhe dietarët kanë thënë se kthimi tek Allahu i lartësuar është diçka më e madhe, më e lartë se pendimi. Dhe kjo nuk ndodh vetëm kur je në hall. A keni parë disa njerëz të cilët kur janë në shëndet, në mirëqenie, në rehati, nuk e kujtojnë Zotin. Por sa po bie në një hall, qoftë sëmundje apo diçka ekonomike e tjerë, me njëherë e kujtojnë Zotin, i luten atij, japin sadaka, mund të vinë në xhami. Kjo gjë shumë e mirë është, por nuk është ai kthimi i bukur dhe i vërtetë tek Allahu. Sepse kthimi tek Allahu do të thotë që ta kujtosh dhe t'i kthesh Zotit tënd dhe t'i japësh përparësi atij, si kur je mirë dhe kur je keq, si kur je i shëndetshëm dhe kur je i sëmur,
si kur je në mirëqenje dhe kur je në varfëri e tjerë. Thot Allahu i lartësuar: wa idha massa an-nasu durru da'u rabbahum munibina ilayh. E kur njerëzit i prek ndonjë vështirësi, i kthehen, lutin Zotin e tyre me kthim tek ai. I kthehen më një herë atij. E gjejnë, e kujtojnë më një herë Allahun. Edhe pse gjatë gjithë jetës së tyre, kur ftoheshin për të falur namazin, për t'u bindur Allahut, sepse kthimi përfundimtar është tek ai, do të merren në llogari nga ai, i artheni shpinën saj ftese. Refuzonin ta dëgjonin. Por kur bien në hall kujtohen për Allahun dhe kthehen tek ai. Shumë mirë bëjnë që kthehen tek ai. Dhe vetëm tek ai duhet të kthehet njeriu. Jo siç bëjnë disa njerëz që kur bien në vështirësi zhyten akoma dhe më shumë në vështirësi. Kur janë në hall, ja shtojnë akoma dhe më shumë hallin e vetes së tyre. Kur janë të sëmur, ja shtojnë akoma dhe më shumë sëmundjen vetes së tyre. Pse? Në vend që të kthehen tek Allahu, ta kërkojnë zgjidhjen, shërimin tek ai, shkojnë në disa vende gjoja të shenjta, se kush i bani të shenjta ato brojndhëna. Jo hyp me i mal kënej në jugu, jo hyp me i mal anej në veriu, jo puthi varr tu, puthi varr aty, jo këtu e jo aty. Pra duke adhuruar krijesat krahas Allahut të lartësuar, apo në vend të Allahut të lartësuar, duke kërkuar derman prej tyre. Por kthimi tek Allahu Azza wa Jall është ai siç e përmend Allahu i lartësuar për robin e tij të dashur Ibrahimin alayhi salam, idh jaa rabbahu biqalbin salim. Dhe ai i erdhi Zotit e tij me zemër të shëndetshme. Pra me zemër të mbushur me iman, me dashuri të madhe për të, me më të madhe dashuri për të. Me frikë për të, me përgjërim për të, me përkushtim për të, me sinqeritet për të, i kthyer, i përulur, i nështruar tek Allahu. Një nga personazhet apo figurat historike në historinë islame dhe nga asketët më të mëdhenj në historinë islame, i njohur si Fudail ibn al-Iyad, fillimisht ka qenë një njeri që bën të gjunahe. Dhe një herë duke shkuar te vendi për të kryer gjunahun në orët e vona të natës, dëgjoi një ajet kuranor nga dikush që ishte duke lexuar natën. Dhe ishte fjala Allahut të lartësuar: alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. A nuk ka ardhur momenti, a nuk ka ardhur koha që zemrat e atyre që besuan të friksohen nga Zoti i tyre dhe të kthehen tek ai? Ky ajet ndikoi fort tek ai. U largua më një herë nga ai vend dhe shkoi në një ndërtesë të braktisur, apo ndërtesë që përdoren nga udhëtarët për të strehuar gjatë natës. Dhe normalisht në atë kohë nuk ishte të mjetë ndriçuese që janë sot e tjerë. Hyri në atë ndërtesë në një cep të saj dhe qëndronte dhe meditonte për veten e tij, për kthimin tek Allahu i penduar. Vin disa udhëtarë. Dhe në bisedë e sipër me njëri tjetrin i thanë: tani që u shplodhëm ngrimi të vazhdojmë udhtimin ton. Të tjerët apo tjetri tha: jo, sepse del Fudaili edhe na rrëmben pasurinë. Pra ndër gjunat e tjera ishte edhe që vjedh të udhëtarët. U tremb, u trondit. Pra unë njeri kam shkaktuar të frikë për robërit e Allahut, dhe që nga ajo natë gjendja e tij ndryshoi. Kthimi tek Allahu të ndryshon jetën. Dhe normalisht ta bën jetën më të bukur, më të mirë. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet me përmendjen e Allahut që të sohen zemrat. Kush dëshiron ndryshimin e jetës, është i lodhur nga ajo jetë që po bën.
për shkak të angazhimeve negative që mund të ketë njeriu në jetën e tij, sfidave, problemeve që po përjeton, shoqërisë që ndikon keq tek ai, e ka zgjidhje, e ka ndihmuesin e tij. Kthimi tek Allahu dhe Allahu do ta ndihmojë atë. Kul inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Thuaj Allahu hum këtë doj dhe udhëzon çdo kënd që kthehet tek ai. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Kthehuni te Zoti juaj, dorëzojuni atij përpara se të vijë dënimi dhe më pas askush nuk ju ndihmon dot. Kthimi tek Allahu është i lehtë, sepse nuk kërkon që ti të ikësh në ndonjë vend, të bësh ndonjë punë të rëndë, të shpenzosh pasuri e tjerë. Jo. Kthimi tek Allahu e bën edhe me vetmin tënde. Duhet të ndjerë qardhje për gjunafet, për jetën e kaluar negative. Dhe duke dëshiruar atë, duke dëshiruar afrimin tek ai, dorëzimin ndaj tij, nënshtrimin ndaj tij. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadha ma tu'adun li kulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, wa jaa biqalbin munib. Dhe xheneti u bëj afërt për të devotshmit. Kjo është ajo që ju premtohej juve, që i premtohej çdo kujt që ishte i kthyer tek Zoti i tij dhe i përkushtuar. Ati që i erdhi, ati që ju frikësua Zotit e tij në fshehtësi, pra edhe kur ishte vetëm, i frikësoi Allahut, vështrimit të Allahut. Dhe i erdhi Zotit e tij me zemër të kthyer nga ai. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thot Allah i lartësuar në Kur'an: Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Vërtet faraoni, Hamani, që ishte një nga njerëzit me pushtet pas tij, dhe ushtria e këtyre të dyve, të gjithë këta ishin gabimtar. Në këtë ajet kuranor Allah i lartësuar nuk justifikoi pjesën e ushtrisë që është e urdhëruar të veproj keq, por i quajti bashkëfajtor. Gjë që të thotë se nëse ndihmon të padrejtin në zullumin që ai bën, je bashkëfajtor. Në një hadith profeti alayhi salatu wassalam ka treguar se ai i cili ndihmon zullumqarin në zullumin e tij e ka larguar nga vetja mbrojtjen e Allahut dhe besën të dërguarit të tij. Disa orë më parë ne u njohëm me një ligj të ligë, që nuk mund buroj vetëm nga njerëz të ligë, të nxirr në zemrat e tyre, që tenton të shkatërrojë familjen, pavarësisht se ata e zbukurojnë e tjerë e tjerë. Nuk do të merremi me ta. Allahu i drejtoft. Janë shumë të ulët për të marrë me ta në këtë hutbë. Por do të merremi me atë pjesë të muslimanëve që i mban në pushtet këta të ligë. Edhe më pas kur nxjerrin ligje të tilla, ankrohen, mos u ankro hiç vëlla. Mos u ankro hiç, sepse je bashkëfajtor në këtë zullum.
inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Vërtet, Firauni, Hamani dhe ushtria e tyre, popull i thjesht, njerëz, ushtar thjesht, i thonë shtar tu shtrojnë, ec tu vinë, luftar tu luftojnë, të gjithë ata janë fajtorë. Të gjithë ata janë fajtorë. Ne nuk duhet jemi musliman vetëm në namaz. Ne duhet jemi musliman dhe me parimet e Islamit në çdo veprim që bëjmë. Nëse përkrahim zullumqarin, atëherë jemi bashkëfajtorë në zullumin e tij. Duke e ditë që ai është zullumqar përpara se ta përkrahësh. Duke e ditë që ligjësia e tij nuk ka mbarim për sa kohë është në pushtet. Dhe vazhdon ta përkrahësh, je bashkëfajtor në çdo zullum që ai bën. Prandaj kujdes. Kujdes se ti thua la ilaha illallah. Pra pranon me të gjë që je i dorëzuar dhe nështruar ndaj Allahut të vetëm. Kujdes, se do të merresh në llogari për çdo fjalë, për çdo vendim, për çdo veprim që ke bërë. Dhe sidomos nga ato veprime efekti të cilave reflekton mbi tërë masën, lufton vlerat, cënon virtytet, dëmton të tjerët, fen mbi të gjitha. Allahu na ruaj. Ne duhet jemi musliman të mençur, të mbështetur plotësisht, vërtetësisht tek Allahu. Pa ndjer nevojën as pak për ta, që përpiqen ta mashtrojnë popullin me një kothere, ndërkohë që vetë vjedhin miliona. Jo, ne jemi të kthyer tek Allahu me qenjen tonë, me mendimet tona, me vendimet tona, me zemrën tonë, me çdo gjë. Dhe çdo gjë të mirë presim nga ai. Nuk kemi nevojë për krijesa, të tillë duhet ta ndijmë vetë. Dhe çdo largim të së keqes e presim vetëm nga ai. Sepse ai vetëm ai e ka në dorë të gjë. Ngren këtë doj dhe ul këtë doj. Varfëron dhe pasuron këtë doj, sëmur dhe i jep shëndet, shëron këtë doj. Elusim Allahun e lartësuar që të na ruaj neve nga gabimet tona. E nëse bijmë në ndonjë tundim apo gjunat, na japi neve sukses në pendim të shpejtë dhe të sinqertë tek ai. Elusim Allahun e madhëruar që t'ia shkatërroj pushtetin zullumqarëve të këtij vendi. Të mos u jap atyre asnjë orë, asnjë çast, asnjë ditë pushtet mbi ne. Elusim Allahun e madhëruar që të fus varfëri në strehat dhe në sofrat e tyre, të fus përçarje midis tyre, sherr midis tyre, që të bjerë rehat ky popull dhe ky vend prej zullumit të tyre. Elusim Allahun e madhëruar që të ruajë neve nga përkrahja qoftë edhe pa vetëdijshme apo e nxituar për ta. Elusim Allahun e madhëruar të na bëjë neve nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. Ti fali dhe të mëshiroj të gjithë muslimanët të gjallë dhe të vdekurit për tyre. Ti mbroj dhe ti ruaj muslimanët kudo që janë. Vendet e tyre, shoqëritë e tyre, ti të thej në vende të zhvilluara, në vende ku ka qetësi, në vende ku ka mirëqenie, në vende ku ka besim të pastër dhe të vërtetë Islam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة